kontributin që ka dhënë familja juaj, një familje nderuar dhe respektuar. Gjyshi juaj është vlerësuar nga Shtetet e Bashkuara me një certifikat mirënjohje për kontributin në Tivar, certifikat që e keni marrë ju është dorëzuar juve. Më kujtohet që ka qenë koha para se të futem klasën e parë, ashtu e maj mend se është kohë e gjatë, edhe është pothuajse i vetmi komunikim që kam pas me gjyshin. Ka qenë ky. E kam pas gjyshi ka qenë një kohë i smur, i paralizum për një kohë dhe pastaj deshi Zoti u ngret prapë. I ngeli vetëm krahu i majt i paralizum dhe ulet një ditë në kauç edhe më thirrë, ulna afër ti, ka qenë njëri kështu me autoritet, ka pas qef mi pas gjanat në vi, garderobën e palume, gjitha ka qenë sikur me kohën ushtarak i asaj kohë, shumë serioz dhe si fëmijë kur e maj mend një autoritet i tillë me ta afru ka qenë gjithmonë një emocion në veti, para se me folë me tregu diçka. Dhe, do me thonë, ka qenë emocion i dhezëm thirrja e tij dhe kur u ula, filloi më shpjegoj ngjarjen e masakrës Tivarit. Në atë kohë tregon se si njerë ka qenë i burgosur në burgun e Sheremetit të asaj kohe, se si me shokët e tij e kanë thyr, kanë ikë nga burgu, pastaj njerëz si thoshte ai i kanë zgjedh njerëz më të mirë të vendit për me qu. Tregon se si e kanë qu nga Prizreni, si në një vada dez ku kanë thyr urën dhe janë myt njerëz për gjatë udhëtimit. Do thotë një udhëtim i dhimbshëm i parazëve tonë dhe në fund do të thotë masakra e Tivarit atje ku sipas tij shpjegonte se do të thotë uji mori ngjyrë të kuq gjakut dhe nuk kishte asnjë pamje tjetër aty vetëm mish dhe plisa të bardhë që nëtonin në gjak. Dhe që mos të zgjatem, gjithmonë ne duhet t'i kujtojmë këto dhe besoj që ishte një prej motiveve të mia që të ngrisim, të jemi të gatshëm të përballojmë do të thotë fuqitë tiranike që vinë mbi ne, që t'i dalim zot familjeve tona dhe t'i dalim zot do të thotë asaj që ne konsiderojmë veten zot në vend tonë. Dhe si rezultat kur shkova në Amerikë gjatë shkollimit dhe pastaj gjatë punës kam pas mundësinë të takoj senatorin Graham. Të kemi diskutime, një për tyre të cilat edhe e tregova më herët, dhe pastaj me iniciativën e tij është bërë si shaj respekti të valoj flamuri në emën të gjyshit tem 24 orë në Capitol Hill. Dhe pastaj më është dorëzuar mu me certifikat. Dhe këtë e kam bërë, që ta kem kujtim, do të thotë për fëmijët e mi, më shumti, që t'ju tregojmë se nga kemi ardhur dhe se do të thotë është e pashmangshme që të mos marrin përgjegjësi. Do të thotë nëse nuk marrin përgjegjësi ne, atëherë që kjo mund të na ndodh neve përsëri. Shumë faleminderit, duke përmendur masakrën e Tivarit, ne kujtojmë egërsiren e komunizmit dhe ne jemi tradicionalisht të djathtë dhe nuk i urrejmë të majtit, por ata që marrin nga ekstremi i majt, jemi këtu për t'i ballafaqur në të na format.